Lajmi I vdekjes së parakohshme të doktor Bashkim Matovcit në zëri të befasuar. Prandaj është e rëndë për mua që sot po hapi këtë mbledhje komemorative për të nderuar e evokuar për një personalitet siç ishte doktor Bashkim Matovci. E nderuara familje e doktor Bashkimit, pranoni ngushëllimet tona më të sinqerta. Për të nderuar jetën e doktorit, ju los në fillim një minutë heshtje. Lavdi. E respektuar familje Matovci, bashkëshorte, vajza, djem, nipa, mbesa të doktor Bashkimit. I nderuar kryetari komunës Ferit Idrizi, nën kryetare Mlinaku, kryesuese bashkëshorti, ish nën kryetar Zhegrova, drejtor të institucioneve komunale, shoqata të dalë nga lufta e QK-s, deputet komunal dhe qendror, drejtor të institucioneve shkollore, miq, shok, koleg të doktor Bashkimit, pjesëmarrës të kësaj mbledhje komemorative. Vdekja e papritur e doktorit Bashkim na pikëlloi të gjithëve. Për familjen, miqt e shokët, për të gjithë ne që e njohëm, e ndajtur me Bashkimin, ikja e tij e parakohshme në botën tjetër na shokoi të gjithëve. Mirëpo, ky është përcaktim dhe vendim I Zotit dhe ne duhet të pajtohemi me një vendim të tillë të Perëndis. Por kush ishte Bashkim Matovci? Ai u lind me 18 shkurt 1962 në Vushtrë, ndërsa na la në moshën 63 vjeçare. Shkolla fillore e kreu në shkollën Mustafa Benhari në Vushtrë me suksese shembullore. Të mesmen e kreu në shkollën e mjekësisë në Prishtinë, ndërkaq studimet universitare në drejtimin stomatologji I kreu në Universitetin e Prishtinës. U bë specialist I protetikës së fëmijëve. Karrierën si mjek e filloi në shtëpinë e shëndetit në Vushtrë, ku u dallua për punën e tij korrekte, me seriozitet dhe në shërbim të pacientëve të shumë të Vushtrës së Miqër. Ishte një mjek I byer, elegant dhe që e donte profesionin. Pas lufte, Bashkimi punoi për vjet të tëra në Inspektoratin Shëndetësor të Prishtinës, që ishte pjesë e Ministrisë të Shëndetësisë së Kosovës. Vitet e fundit ai u kthye në Vushtrë dhe punoi si specialist I stomatologjisë në Spitalin e Vushtrës. Doktor Bashkimi rrjedh prej një familje fisnike e bujare. Gjyshi I tij Ismail Matovci ishte njëri I mençur, I urtë dhe I njohur për mikpritje, bujari, bullëri dhe fjalën e tij të matër dhe të ëmbël. Derisa prindi I doktor Bashkimit, Halim Matovci, ishte pishtari I arsimit, mësues, drejtor shkolle dhe veprimtar I urtë dhe I mençur. Përveç si stomatolog, Bashkimi liresh më të themi se ishte I gjithanshëm. Ishte sportist I dalluar dhe një instrumentist që këndonte shumë bukur. Luante në shifteli, gitare dhe gjithashtu në instrumente frymore si fylli e kavalli. Ai u ndihmonte shumë njerëzve në nevojë. Ishte njëri I dashur, solidar dhe shuaj për humanitetin e tij. Secili që kërkoi ndihmën e doktor Bashkimit nuk mbeti I zhgënjur. Ai ndihej krenar dhe I lumtur kur mund të ndihmonte dokët. Do të bëhet mend si një mjek I angazhuar dhe human, një koleg I mirë dhe korrekt, një familjar, mik I dashur dhe I sinqert, si dhe një qytetar I edukuar dhe me kulturë. Në vazhdim, ftoi kryetarin e komunës, zoti Ferit Idrizi, që të marrë fjalën. Kryesuese e kuvendit, nënkryetare, ish nënkryetar, zyrtar komunal, drejtoresh e QKMF-s, të gjithë ju mjek dhe infermier, kolegë të Bashkimit Matovcit, qytetar të Vushtrisë, të gjithë të pranishëm, që keni ardhur sot për të nderuar jetën dhe veprën e doktor Bashkim Matovcit në këtë akademi, të cilën aboditi të gjithëve. Vdekja e hershme e doktorit na preku thellë. Pata fatin jo të mirë,
që gjatë mandatit tim të mbaj 2 akademi për më të dashurit e familjes Vatovsi, për më të dashurit tonë, për miqtë tonë, për Agim Vatovsin dhe jo larg e pas ka pas tash edhe doktor Bashkim Vatovsi. Doktor i cili shërbeu qytetarëve me humanizëm, ishte shumë solidar. Pata fatin të bashkërrugtoj me te për shumë vite të njihemi si miq. Na deshti shumë, na respektoj shumë, e deshtem dhe respektojmë shumë. Ishte shumë i dashur, ishte shumë i afërt, ishte shumë solidar. Deshti edhe sportin e shohut, kemi lujt shumë me te, ishte shumë i zëtë, shumë inteligent. Kemi kalu ku shumë me te, por ja që vdekja e parakoshme e mori, është vendim i Zotit dhe atë do të pranojmë ashtu. Çka na mbetet në kujtesën tonë, miqësia, shoqëria me te, kemi vetëm kujtimet mira. Familje Vatovsi, jo e humbet me të dashurin tuaj, por do t'ju jetë krenaria, sepse doktor Bashkimi la shumë miq dhe shok. Ju la shumë miq dhe shok juve, që ti trashëgoni ata dhe ne do të jemi pranë juve. Edhe sot do të ndajmë dhimbjen me juve, edhe ne kemi dhimbje të thellë, sepse kjo vdekje na erdhi e papritur, na goditi rënd, por ajo që la trashëgimi do t'ju mbaj krenar juve të gjithëve. Andaj, me lejoni që në emër të komunës së Voshtrisë, familje nderuar Vatovsi, t'ju shpreh ngushëllimet e mia më të thella, duke ndarë dhimbjen me juve, duke bashkëndjerë dhimbjen me juve, qoftë i përjetshëm kujtimi për doktor Bashkimin, ju mbahuni të fortë dhe krenar, të gjithëve juve ngushëllime drejtoresh që ju e patet doktor, ngushëllime të gjithë juve doktor, infermier, mantil bardh. Faleminderit që keni nda kohën për të ardhur në këtë akademi me nderua jetën dhe veprën e doktor Bashkim Vatovsit. Qoftë i përjetshëm kujtimi për të. Faleminderit i nderuar kryetari Idrizi. Doktor Bashkimi ishte një mik, shok e koleg shumë i afërt dhe i mirë. Për doktorin tashmë në amshim, një njeri kulturuar duhet të respektoj të gjithë, familjen, lagjen, rrethin, kolegë dhe shokët. Andaj i respektonte dhe ishte respektuar nga të gjithë. Ftoi të marrë fjalën doktoresh Naile Gjakën, drejtoresh e qendrës kryesore familjare në Voshtri. Të nderuar familjar të doktor Bashkim Vatovsit, të nderuar kryetar Ferit Idrisi, nderuar drejtori i shëndetësisë Lorik Majshuni dhe gjithë stafi shëndetësor i QKMF-s dhe gjithë të pranishmit, me dhimbje të thellë dhe hidhrim të madh sot jemi mbledhur për të ndarë dhimbjen mes nesh, pas ndarjes nga jeta të kolegut tonë të dashur doktor Bashkim Vatovsi. Për ne ai nuk ishte vetëm një koleg pune, por ishte mik i afërt, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte, të dëgjonte dhe të na mbështeste. Nga sot qytetit të gjithë komunës do t'i mungoj stomatologu, profesionisti i madh i cili me punën dhe kontributin e tij ka lëngjuar në parandalim, mjekim dhe shërim në shëndetin oral. Ai ishte modeli i profesionalizmit dhe i përkushtimit, por mbi të gjitha njeri i mirë dhe i dashur për të gjithë. Në emër të gjithë stafit punonjës të QKMF-s, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen, të afërmit, kolegët dhe të gjithë ata që sot janë të pikëlluar dhe ndjejnë dhimbje të madhe për të. U pret në parajs kolegu ynë i dashur doktor Bashkim Vatovsi. Faleminderit e nderuar drejtoresh. Miku ynë stomatologu i njohur Bashkim Vatovsi ka lënë një familje të kompletuar, e kuptueshme për ju familjar të doktorit. Nuk është as pak e lehtë të flasësh për anëtarin e familjes që ka kaluar para kohën e amshëm. Kur ende shumë i duaj familjes,
miqve, shokve, kolegve i duhej vendit e Kosovës. Megjithatë, krenohuni me te. Ju lutem gjeni forcë e energji pozitive për hir të shpirtit të tij. Gjithmonë kujtojeni dhe ndiqeni vijën e tij njerëzore e humane. Andaj, në emër të familjes ftoj të marrë fjalën Kushtrim Batovci, djali i doktor Bashkimit. I nderuar kryetar i komunës së Idrizi, nënkryetare, ish nënkryetare, drejtor të administratës, punonjës të administratës, ju kolegë të babit, miq dhe familjarë. Në emër të familjes unë ju falenderojmë për pranimin tuaj në këtë mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së më dashurit ton, kolegut juaj, doktor Bashkim Batovcit. Kjo vdekje e hershme edhe e papritur na goditi dhe na tronditi thellë, por vdekjen e tij na bën më të lehtë që familjari ynë ishte njeri i nderuar, i respektuar, jo vetëm në qytetin e Vushtrisë, po edhe më gjerë. Ishte njeri i dashur, solidar dhe shuaj për humanitetin e tij. Secili që kërkoi ndihmën e doktor Bashkimit nuk mbeti i zhgënjur. Ai ndihej krenar dhe i lumtur kur mund t'i ndihmonte dikujt. Karrierën si mjek e filloi në shtëpinë e shëndetit në Vushtri, ku u shua për punën e tij korrekte me seriozitet në shërbim të pacientëve të shumë të Vushtrisë dhe të rrethit të qytetit tonë. Ishte një mjek i vyer, elegant edhe që e donte shumë profesionin e tij. Gjithashtu, ai shërbeu edhe gjatë luftës së fundit në Kosovë si mjek edhe si dentist për ushtarët edhe qytetarët e vendit tonë. Do të mbahet në mend si një mjek i angazhuar edhe human, si një koleg i mirë dhe korrekt, një mik i dashur dhe i sinqert, gjithashtu edhe si një qytetar i edukuar dhe me kulturë. Familja, farefisi, bashkëpunëtorët dhe miqt e humbën një mjek të përgjithshëm, një njeri fisnik, një qytetar të nderuar dhe me aur. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Kushtrim. E lusim bashkëre Zotin që të bekoj e shpërblej në parajs shpirtin e doktor Bashkimit. Lavdi e përjetshme veprës dhe punës profesionale kombëtare i nderuar i miku ynë Bashkim. Pushoj qetë në dhënën e Kosovës, të cilën e deshe shumë. Duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj me kaq kjo akademi komemorative mori fund. Faleminderit.